Për herë ju kuft kurti 3. Qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Do të përpiqemi maksimalisht deri në ditën e dielmës lotë, po të honën shumë përgatitur. Ose kemi qeverinë ose Prap nuk janë 61 vota. Atëherë ne do ta dëshmojmë vetën. Kemi numrat për qeverinë dhe let na mosin, let na sfidojnë. Që veç vonim se shtemso. Do ta kemi qeverinë kurti 3. Por sa të fillon punën në kuvendi, e zgjedhëm qeverinë e re. Si pasojë mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të marrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ftoj secilin deputet kuvendit që sot kur qeveria të hidhet në votim, të votoj jo thjesht për interes partijak, por për interesin publik e shtetëror që të japim vendit qeverinë e re të prodhuar nga rezultati zgjedhor i nënshkurtit dhe të mundsojmë institucioneve vijimësi duke votuar buxhetin e vitit tash. Do të përpiqemi maksimalisht deri në ditën e dielmës lotë, po të honën shumë përgatitur. Ose kemi qeverinë ose prandaj në këto ditët e mbetura jemi të komunikuar, jemi të bisedu. Nuk është kollaj se s'di si me u shpjegu, ndoshta pak e keni ndjellë vet, po është intoksiku atmosfera shumë, ka shumë gjelozie, inat, sinizëm, shumë se ide, punë, pasion. Por jemi ku jemi tash këtu, edhe do të përpiqemi që ta bëjmë qeverinë përndryshe, siç po duket alternativa do të shkojmë zgjedhje prapë. Ose do ta bëjmë në qeverinë, ose do të shkojmë zgjedhje. Nuk po duket që opozita ka vullnet dhe as synim për qeverinë të tyre alternative. I ka kokën e fortë edhe ti se 2 javë përpara mund të më bëmë nisme. Po edhe nëse ne i rikthejmë ose ka ndonjë shans temi hipotetikisht për negociata me nismen, prap nuk janë 61 vota. Kur të vije puna e qeverisë që është përgjegjësi e subjektit fitues në mënyrë ekskluzive, atëherë ne do ta dëshmojmë vetën. Ne kemi numrat për qeverinë dhe let na mosin, let na sfidojnë. Ta e din që ne i kemi votat për qeverinë dhe duke ditur që i kemi votat për qeverinë e mbajmë peng kuvendin e Republikës së Kosovës. Çekni po propozimin e partisë së Në kek. Për të përkohshme. A bën duke es rrugës fotografohemi se janë duke më prind aty më. Fal mbledhjeve të përbashkëta të qeverisë dhe protokollit zbatimit. Mbledhja e 2 qeverive ka qenë nëntor, ju përshini sa shpejt e mbare mirë realizuam në prem. A keni me realizu qeverinë shumë? A i 60 vota? A i ki 60 vota për mu bo kryeministër. Edhe të Republikës Maqedonisë. A i keni 60 vota për kryeministër. Përveç suksesive që i kemi në nivelin qendror dhe pengesave që na i nxjerrin të tjerët për të na vonuar, sepse ata e dinë por si ne që veç vonim se shtemso. Se ne kemi 15 ditëshin tonë, edhe unë jam shumë i sigurt që në momentet që konstituohet kuvendi, brenda atij afati do ta kemi qeverinë kurti 3. Ne jemi qeveria në detyrë, por sa të fillon punën në kuvendi, e zgjedhëm qeverinë e re. Unë jam në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçor, pra është më shumë sa që është dashur. Herën e parë ishte më pak sa që është dashur, herën e tretë do të jetë tamam. Dita e fundit kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar është 26 tetori. Por shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Po bëhemi gati për qeverinë kurti 3. Nëse nuk ka qeveri kurti 3, pa dyshim që jemi të gatshëm për zgjedhje të reja parlamentare. Ditën e mirë, suksese. Çfarë presim nesër në zgjedhje të kuvendit? A keni numrat për qeverinë?